Kandidati i pavarur për kryetar të komunës së Gostivarit Visar Ademi ka prezantuar programin e tij zgjedhor për periudhën 2025-2029. Gjatë prezantimit u theksua se programi fokusohet në zhvillimin ekonomik, punësimin dhe sipërmarrësinë, përmirësimin e arsimit dhe aftësive të të rinjve, arritjen e transparencës, digitalizimin dhe inovacionin, si dhe në planifikimin urban, përmirësimin e infrastrukturës, ruajtjen e trashëgimisë kulturore, zhvillimin e turizmit dhe përfshirjen e diasporës. Sheshin e qytetit të kemi goxha të transformuar, do kthehet në një qendër inkluzive, e cila do jetë në shërbim të qytetarëve, të plegjve, të rinjve, të cilat do e shikojnë si një hapësirë ose një kënd lojrash, ndërkohë që do kemi një lloj garazhe nëntoksore parkingu, i cili do mundohet që të futen veturat poshtë nën tokë, ndërkohë që mbi tokë duhet të ketë jetë, duhet të ketë gjallëri, duhet të ketë shpirt. E dyta do jetë projekti i pazarit vogël, i cili do kthehet në një hapësirë inkluzive, ku do mundet njerëzit të cilat duan të bëjnë blerje të produkteve ditore, mund të kenë një lloj hapësire tradicionale gostivarase me shije tradicionale, me zeje, me ringjalljen e atyre traditave që ne i kemi patur dikur por si kemi më. E treta do mundohemi aquaparkun e kemi përmendur që dini më që e kemi prezantuar si projekt, dhe e katërta të gjitha hapësirat kolektive do duhet t'i kthejnë në një ambient të bukur, ku njerëzit kur të futen në Gostivar ta shohin Gostivarin të transformuar në pamje, në dukje dhe në përmbajtje. Domethënë çfarë do bëjmë atje? Do mundohemi ose do t'i transformojmë të gjitha fasadat dhe ngjyrat edhe dritaret, edhe pastaj do fusim edhe parke organike mbi çati lart, ndërkohë që hapësirat e gjelbra do t'i transformojmë, do t'i kthejmë në hapësira lojrash. Ademi sqaroi 4 hapat e tij se si do të sigurohen mjetet financiare për realizimin e këtyre projekteve. Para është me partneritet publiko-privat, në sektori privat do merr një koncesion për një kohë të caktuar për shfrytëzimin e hapësirave ose pasurive lokale, ndërkohë që qytetarët do t'i paguajnë nga pak derisa të shlyhet i gjithë borxhi. E dyta un kam aftësi ose kam rrjet të madh projekteve ndërkombëtare, dhe të gjitha ato që kanë të bëjnë me energjinë e ripërtishme, që kanë të bëjnë me panele solare, këtë këto do aplikohen në programe të ndryshme, që të munden qytetarët e Gostivarit, posaçërisht institucionet publike, mos varen më nga rryma, nga pagat e mëdha të rrymës elektrike, por të shfrytëzojnë nga panelet solare, të cilat do të investohen fillimisht, pastaj do shfrytëzohen rishtazi nga institucionet. E treta, kryetari aktuale tha që vetëm Gostivar ka diku të 43% të personat të cilët paguajnë taksa, i bie që të penalizohet ai që paguan, ndërkohë që të lirohet nga përgjegjësia ai që s'paguan, edhe unë do mundohem që të arris horizontalisht taksat lokale të paguhen nga të gjithë, që të mund të ketë më tepër para në buxhet, që të ketë më tepër para edhe për shërbime komunale. Dhe e katërta, largimi i administratorëve të tepër të cilët rrinë shtëpi, nuk punojnë ose kanë kontrata fiktive, do lirohen shumë para. Ademi tha se për të zhvilluar sipërmarrësinë dhe për të krijuar vende të reja të punës, ish kazerma ushtarake në Gostivar do zhdurohet në një inkubator për trajnime për kompanitë e reja, diasporën dhe investitorët e huaj. Te garnizoni ushtarak kanë planën që ta transformoj të gjitha ato hapësirat që ta kthej në një hubin më të madh të startupeve, të kompanisë, dhe komuna do t'i paguajë për një vit pa para, do t'i jep në shërbim çdo njeriu i cili ka një ide biznesi. Do t'ja paguaj, do t'ja kompenzoj internetin pa pare, do i jep energjinë elektrike pa pare, do t'i jep trajnim në ato tema të cilat nuk i ka profesionalisht i personi. Domethënë nëse ai ka një ide për IT, unë do jap trajnime për hulumtim tregu, për shërbime juridike kështu me radhë. Dhe e dyta, do lidhemi me diasporën që të krijojmë një lloj business angel hub, domethënë njerëzit të cilat kanë para por nuk kanë ide, edhe këto persona të cilat kanë ide do takohen një herë në 3 muaj me këto persona që kanë para por nuk kanë ide, të mundemi t'i bashkojmë ato që diaspora apo persona biznesmenë që kanë para mund të investojnë tek këto startupe që të mundet të reciklohet ose mund të vazhdohet të mbijetojë sistemi i sipërmarrësisë. Tek garnizoni ushtarak do mundohemi të marrim edhe investitorë tuaj ose të vendit, të cilat do kenë një fuqi absorbuese të madhe të krijimit të vendeve të reja të punës. Çdo kompani e cila do ketë mbi 50
vendet të reja të punës, komuna do t'i bëjë trajnime pa lek, pa para, pa kompenzim me shkollat e mesme industriale dhe ekonomike për temat të cilat i duhen kompanisë, do bëjë transportin falas të punonjësve nga vendi i shtëpisë deri tek vendi i punës, dhe e treta do t'i hek për 10 vjet me radhë të gjitha subvencionet ose të gjitha pagat ose të gjitha taksat lokale që do t'i paguajë investitori. Programi zgjedhor i Visar Ademit bazohet në 5 shtylla me nga 5 projekte secili, apo gjithsejt 25 projekte më të mëdha me të cilat, siç ai tha, do transformohet Gostivari.